Një sjellje të jetë shqetësuese, e shoqëruar me fjalë të rënda dhe një gjuhë krejtësisht jo etike, është shënuar mbrëmjen e kaluar nga limi kundrejt Albës, duke shkaktuar reagime të forta në publik. Pamjet, të cilat kanë nisur të qarkullojnë me shpejtësi në rrjetet sociale, kanë kapur momentin kur ai i drejtohet asaj me tone të ashpra dhe fjalor jo etik, në përpjekje për ta detyruar që të heshtë, sipas pamjeve të publikuara. Ngjarja ka ndodhur në dhomën e gjumit, ku të dy ndodheshin duke zhvilluar një diskutim. Gjatë bisedës, Limi shfaqet dukshëm i acaruar dhe përdor një gjuhë të jetë të papërshtatshme, duke kaluar kufit e komunikimit normal. Ajo që e bën situatën edhe më të rëndë është fakti se një pjesë e fjalëve fyese janë thënë në gjuhën angleze, duke e theksuar më tej natyrën ofenduese të komunikimit, edhe pse audioja e videos nuk është plotësisht e qartë. Disa prej shprehjeve dallohen lehtësisht dhe janë mjaftueshëm për të kuptuar ashpërsinë e situatës. Mos e bëj të kaloj në nivel tjetër muhabeti, mos më trego ti mu zotin tënë. Sëhërhër. You mother, shut up. E din ti shumë mirë se çfarë po të them, dëgjohet ti thot ai Albës, në një moment që kanë ngjallur indinjat të gjerë. Pamjet kanë shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit dhe publiku i gjerë, të cilët kanë dënuar mënyrën e komunikimit dhe gjuhën e përdorur nga Limi, duke i cilësuar ato si të papranueshme dhe shqetësuese. Shumë komentues theksojnë se një sjellje e tillë, veçanërisht përballë kamerave, e vë Albën në një pozitë të vështirë dhe ngre pikpyetje serioze mbi respektin dhe etikën në komunikim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.